pa humbur kohë, ja kaloj fjalën Zotit Berisha për të bërë parashtrimin e tij. Faleminderit. Mirdita. Reforma territoriale është një reformë e një rëndësie jetike për komunitetet dhe shoqërinë shqiptare, komunitetet lokale dhe shoqërinë shqiptare. Antireforma territoriale e vitit 2014 u faktua në mënyrë përfundimtare si një lev Arkimedi për popullimin e Shqipërisë. U faktua në mënyrë më të pa kundërshtueshme si një shtyllë kryesore e platformës së Vaso Çubrilovicit për largimin e shqiptarëve nga trojet e tyre. Cili do që lexon elaboratet e akademikut racist kriminal, ai në epicentër të platformës së tij për shpopullimin, për dëbimin e shqiptarëve nga trojet e tyre në Kosovë, përcakton përkeqësimin e shërbimeve, mungesën e shërbimeve, mungesën e infrastrukturës, përkeqësimin e infrastrukturës dhe në këtë mënyrë vështërsimin maksimal të jetës së tyre aty ku janë. Reforma që u përdor në vitin 2014, që solli nga 410 njësi vendore, bashki dhe komunat marra së bashku, gjithsej të 61 bashki apo njësit qeverisës vendore, ishte goditja më e rëndë që ajo që mund ta quajmë Shqipëria rurale mori dhe në tërësi Shqipëria, mbasi pa Shqipëri rurale të zhvilluar nuk mund të ketë Shqipëri të zhvilluar. Mbi 45% e popullatës humbi shërbimet, humbi qeverisjen direkte me njerëz të zgjedhur prej saj, humbi të gjithë perspektiven e jetesës në komunat ku jetonin. Koha për Shqipërinë rurale ndaloi. Unë ftoj mediat të shkojnë në ish komunën Shëngjergj, tani është fshati Shëngjergj. Ishte një mik i imi, prandaj po jo them. Çfarë i thanë? Nga 2013 gjersot në këtë zonë nuk është investuar 100 darkë. Por ju them unë se në atë zonë dhe për te asaj zone janë disa nga potencialet malore turistike më mahnitëse të vendit. Por për te Shëngjergjit, për te ecë drejt tyre, rruga është një rrugë që vështërësisht e kalueshme. Shkonin në çdo komunë, asnjë investim. Shkonin në Baldushk, investimi vetëm mashtrimi Erjon Velis,
ku ndërtoi muzeun apo çfarë ndërtoi, që u gjetë mbushur me thas dafine për të vjedhur 400 milion lekë. Shkonin në Prez, shkonin në Pez, shkonin në Shëngje, në Ndroq. Jeta, koha ka ndaluar në raport me zhvillimin dhe atyre u mbetet vetëm largimi. Koha është e pamëshirë. Shërbime nuk kanë. Nuk u lehtësua tregu i tyre. 3.2 miliard euro u vodhen në plakat e qendrave të qyteteve. 3.2 miliard euro. Me 3.2 miliard euro u ndërtuan në Shqipërinë rurale mbi 8.000 kilometra rrugë, u ndërtuan dhe rinërtuan mbi 1.000 objekte arsimi, qendra shtetësore, që të gjitha janë me regjistër. Në 14 vite, as me gishtrit e duars nuk numërohen. Dhe pas kësaj antireforme, vazhdohet në mënyrën më të papërgjegjshme, më antishqiptare, që nga 60 të kaloj në 40. Unë duhet përgëzoj zotin Luciano Boçi dhe të gjithë antarë dhe ekspertët e komisionit, të cilët punuan me një përkushtim të madh për një reformë të re elektorale e përcaktuar si kusht për integrimin edhe në raportin e tetorit të Komisionit Evropian. Natyrisht në 14 vite nuk zhbëhen dot ajo boshatisje e madhe që ka ndodhur, ajo braktisje e madhe që ka ndodhur, por një hap i rëndësishëm edhe drejt ripopullimit të zonave të devastuara, drejt ripopullimit tyre duhet të jetë reforma territoriale. Grupi i punës për reformën territoriale me bashkëkryetar Arber Mazniku, një peng i njohur për shumë veset të tij. Kur e them këtë e them, do më thanë një njeri që zbaton verbrisht urdhra, bashkë me Ervin Demon, dy armiq kryesor të komuniteteve lokale në Shqipëri me në krye Edi Ramën. Dhe punon bën konsulta në mbar vendin, mbeti konsulta në Tiranë për të finalizuar serinë e konsultave, ndërkohë sigurisht që grupi punoi për hartën, por atë do ta përfundonte pas konsultave të plota dhe pas ekspertizës ndërkombëtare që do mirnin. Edi Rama e kuptoi se e ka betejë të humbur. E kuptoi se reforma territoriale ka ngjall një pakënaqësi të madhe dhe se kudo që shkuan në konsulta u mbështeten sugjerimet dhe qëndrimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike. U tërhoq në mënyrë të njëanshme, të pa dej, paraqitin në parlament një raport që nuk u paraqit në komision, që s'mund paraqitej kur në parlament,
dhe e publikoja atë në cilin tregon se në krimin e tij monstruoz kundër shqiptarëve nuk ndalet, don të heq edhe 15 bashki të tjera, të reduktoj numrin e bashkive në vendin më malor të Europës, në vendin që 80% të sipërfaqes e ka male dhe kodra, ta përqendroj në pllambën e tij të zezë të dorës, vetëm e vetëm për qëllime shpopullimi, për qëllime pasurimi e të tjerë. Ndaj dhe sot jemi këtu për të paraqitur raportin dhe ndarjen territoriale që ka parashikuar grupi i punës së opozitës në parlament, dhe ky projekt do paraqitej siç pas planit për agjendës për diskutim me qytetarë, të cilët, me gjithë diskutimet e bëra, do kishin të drejtë të argumentonin plotësisht korrigjime, të argumentonin plotësisht shtesa, të argumentonin plotësisht riformulime. Por kjo nuk ndodhi, sepse pabesisht në mënyrë të njëanshme Edi Rama u tërhoq me projektin e tij totalisht i platformës Çubriloviçit. Do ta mbyll duke përshëndetur banorët e Poliçanit. U treguan patriot të vërtet, çfarëdo që ishin, pa parti socialist, demokrat, me mbrojtjen që i bëjnë bashkisë së tyre, ata mbrojnë një të drejtë, ata mbrojnë një qeverisje që i duhet Shqipërisë për zhvillimin e saj dhe ndalimin e shpopullimit. Shembulli i banorëve të Poliçanit duhet të frymëzoj, dhe jam i sigurt që do frymëzoj banorët e të gjitha komunave që Edi Rama me një trënd lapsit u bie kryq, vetëm për qëllime elektorale, vetëm për qëllime të zeza elektorale dhe mafioze të pasurimit të tij për centralizuar gjithçka sa më shumë në duart e tij. Dhe ftoj të gjithë banorët e bashkive tjera të ndjekin shembullin e tyre, po ftoj edhe të gjithë banorët e bashkive të parashikuara për të ngritur, pas një studimi shumë serioz, të ndjekin shembullin e tyre. Nuk mundet më një Tiranë të marrë vendime të tilla që shkelmon interesat e gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. Po, faleminderit doktor, dhe unë dua të falenderoj ekspertët, deputetët për punën dhe përkushtimin e tyre për gjatë këtyre muajve për të realizuar një raport i cili do paraqitet sot, dhe njëherëzi duhet të falenderoj banorët e Poliçanit, por edhe të prenjasit për aktin e tyre protestues dhe dolën kundër idesë së shkrirjes së bashkive të tyre. Dhe madje do ftoja dhe banorët e tjerë, sepse shkrirja e një bashkie do thotë largim i shërbimeve, mungesë përfaqësimi, rrëzim i llogaridhënies dhe pasoja më e fortë që u bë ditur është pikërisht edhe shpopullimi dhe largimi i banorëve nga trevat dhe zonat e tyre. Ka pasur një dilemë në ambientin publik, por edhe mediatik shqiptar, pse Partia Demokratike mori pjesë në këtë komision të reformës zgjedhore, madje duke shtuar përcaktimin kur dihesh që Partia Socialiste kishte një projekt paraprak politik si as nënmëng
për ta nxjerrë në çdo moment në përfundim të punës së saj. E para dua sqaroj që në këtë komision ne nuk na sollën kryetarët e bashkive, ndërgjesat që kemi zhvilluar me ta në komision, shumica ishin të kënaqur, disa prej tyre ndoshta edhe të kënaqur që po shkrieshin, në përgjithësi ishin të kënaqur. Nuk na sollën as mashtrimet e PS-s për gjoja, kërkesë nga BE-ja për plotësimin e kushteve për antarësimin e BE-s, nuk ka kapitull apo grup kapitush në raport me pushtetin vendor që Shqipëria duhet i përmbush, vetëm duhet respektoj kartën europiane të vetë qeverisjes vendore dhe kriteret dhe parimet e kësaj karte. Këto janë një shtys, sikurse dhe pjesa tjetër e marrëdhënies Partisë Demokratike me ndërkombëtarët, cilët kërkonin vazhdimisht tensionim të situatës konfliktualitetit politik dhe sigurisht, do të thënë, edhe gjykimit ton që një reformë territoriale, e cila nuk mund të jetë vetëm administrative, vetëm strukturore, nuk mund të jetë vetëm reformë kompetencash, por duhet ishte edhe territori, duhet kaloj edhe nëpërmjet dakordësisë së opozitës. Dhe është një reformë që impakton vendin për shumë vite. Ajo që na solli në komision realisht ka qenë pikërisht kërkesa e qytetarëve që sot ka marrë formën e protestës në fakt. Dhe e konkluduar në formë figurative, na ka sjell ajo harta që duhet ta fokusoni. Është drama e vërtet që doktori e cilësoi, është shpopullimi i Shqipërisë. Në pikat e kuqe, në kuadratet keni intensitetin e shpopullimit dhe intensiteti më i madh shihet qartazi që është në zonat rurale. Kjo është arsyeja themelore, për cilën ne morëm pjesë me dëshirën dhe përkushtimin për të realizuar një reformë, e cila e kthen pushtetin vendor tek qytetari, përcakton një standard shërbimesh, e përfaqëson qytetarin dhe sigurisht qytetari mund të kërkojë llogari për gjithçka që ai pret të realizohet nga pushteti vendor. Por nuk gjetëm atë gatishmërinë brenda komisionit nga pjesa e majorancës për shkak, thash, të pasjes së një projekti paraprak dhe për shkak të përcaktimit të një harte thjesht politike elektorale nga ana e tyre, që nuk është gjë tjetër veç se përsëritje e hartës së 2014-s, por tashmë duke hequr një pjesë të bashkive që për hir të vërtetës ishin bashki që ushtuan 24 orët e fundit të 2014-s. Pra është një hartë e ardhur nga PS-ja, elektorale e vjetër, e sjell në një pamje të re. Është këngë e vjetër me muzikë të re. Është po e njëjta hartë që rrezikon që të sjell pa ato pasoja që sot ne i përjetojmë, që u parashtruan këtu dhe që kanë mbjell diskriminim, mos shërbim, mos përfaqësim, mos dhënie llogarie, mungesë kompetencash, mungesë autonomie, mungesë demokracie. Dhe ky projekt që PS-ja ka sjell, në fakt niset jo nga qëllimi që duhet ketë pushteti lokal. Niset nga pasoja e pushtetit lokal. Dhe në parashtrimit e tyre, ata kanë argumentuar që kjo hartë buron nga demografia, nga shpopullimi, buron nga mungesa e kompetencave, që është pasojë e keqeverisjes, erdhi sepse mungojnë dhe funksionet, mungojnë të gjitha indikatoret e një demokracie të shëndosh në mënyrën si funksionon pushteti vendor në Shqipëri. Në konceptin ton, një reformë territoriale ka për qëllim të rrisë funksionalitetin e pushtetit vendor, për t'i shërbyer më mirë qytetarit, për ta përfaqësuar dhe që ai të kërkojë llogari dhe që siguron një zhvillim të njëtrajtshëm të territorit bashkisë, por dhe një zhvillim të njëtrajtshëm pothuajse të gjithë vendit. Dhe sigurisht ka parimet e veta, demokracia vendore është parim, autonomia është parim, subsidiariteti është parim,
zhvillimi vetë është parim dhe mbi bazën e këtyre parimeve dhe qëllimeve ndërtohen dhe mjetet. Mjetet janë funksionet, janë kompetencat, janë financat, është administrata dhe pas tyre vinë pasojat që unë i citova. Duhet nisimi nga qëllimet. Prandaj sot ne jemi me dy projekte të ndryshme. Një projekt që niset nga konsolidimi, nga centralizimi, për të prodhuar gjoja decentralizim, rrugë tashmë e provuar që nuk mund pritet pasojë e ndryshme nga ajo që ka prodhuar, dhe një filozofi tjetër që niset nga decentralizimi, nga shërbimi, nga afërsia e shërbimit, nga cilësia e tij, nga përfaqësimi i qytetarit dhe nga llogaritdhënia që duhet ketë qytetari në raport me pushtetin vendor dhe nga tendenca për të zhvilluar territore në gjithë Republikën e Shqipërisë. Faktet janë tronditëse, mjafton Tirana, u tha fakti këtu, mos ikim shumë larg në zona më të thella. Diferenca zhvillimore e qendrës Tiranës në raport me periferinë është ulëritse. Kjo ka ardhur pikërisht për ato shkaqe që ishin pasojë që erdhën nga reforma e 2014-s që sot rrezikojnë të përsëriten, sepse ajo që është paraqitur nuk është afrim i shërbimeve, nuk është cilësi e shërbimeve, është largim më i madh i qytetarit nga qendra dhe mos përfaqësim i tij. Nëse ne marrim shembujt dhe jemi tek pjesa që dua të atakoj projektin e PS-s, pse bashkohet Librazhdi me Prenjasin? A ka një arsye? A është demografia? A është zhvillimi ekonomik? A është përbashkësia e territorit? A është identiteti i tyre? I njëjtë jo, është krejtësisht i ndryshëm. Të gjitha këto janë të ndryshme dhe shumë mirë. Ato si njësi vendore mund të ishin të veçuara. Por këtu hyn gjithmonë llogaria politike, që është më e thjeshta që bëhet në të tilla raste, madje me një mbivendosje subjektive të dëshirës së deputetëve të zonës, ose themi të kryetarit grupit parlamentar që e di që e ka bajrakun e tij, mund ta ndajë, ta bashkojë sipas interesave dhe sipas numrit të votave. Pse bashkohet Memaliaj me Tepelenën? Memaliaj ka krejt natyrë tjetër identitare, Tepelena ka natyrë tjetër, kanë specifikat e tyre të zhvillimit, të ndryshme nga njëra tjetra, dhe nuk mund të qëndrojnë bashkë. Po kështu dhe bashkimet e tjera që janë ofruar. Qëllimi në fakt është më se politik dhe shihet qartazi tek pjesa e zgjedhjes së Elbasanit. Doja të ndalesha pak këtu, duke ju marrë kohën, sepse jo rastësisht drejtuesi politik është bashkëkryetari i reformës dhe në mënyrë absurde, duke e njohur mirë si qark, si bashki, Elbasani bashkohet tashmë sipas projektit PS-s me Cerrikun dhe me Belshin, me cilët nuk ka asnjë lloj lidhje identitare apo të karakterit natyrës së zhvillimit, po vetëm rrit distancën e banorit Sulovës nga Elbasani apo të banorit të Belshit, të Fierzës nga qendra që tashmë do jetë në Elbasan, largon shërbimin, ul cilësinë, largon përfaqësimin dhe nxit atë që është shqetësimi kryesor, nxit shpopullimin. Njëherë produkti që ka sjell Partia Socialiste nuk është ligjor. Produkti duhet ishte pjesë e punës së komisionit. Komisioni në konstituimin e tij përcaktoi projekt kalendarin, hapat që do ndiqte për të pasur në fund të punës së tij dhe raportet finale. Unë në fakt e kam atakuar dhe ndaljet e mia në parlament, por dua ta bëj dhe këtu. Keni të shfaqur në ekran pikërisht projekt kalendarin e punës së komisionit dhe qartazi komisioni e ka ndërprer punën e tij në raundin e parë në konsultime dhe dëgjesa publike në 12 qarqe. Dëgjesa e Tiranës nuk u realizua, mos harrojmë që në Tiranë jeton 1/3 e popullsisë, ndërkohë që duhet të kishim si analizë paraprake dokumentin mbi gjetjet e ratë njëshit reformës së 2014, sepse kjo analizë do përcaktonte në pas metodologjin, kriteret dhe parimet, mbi bazën e së cilës do ndërtojë raporti final.
Dhe siç e shihni, të gjitha dëgjesat e tjera, event me institucione ndërkombëtare, marrja e mendimeve nëpërmjet sondazhit nuk është bërë, konsultimet e dëgjesat teknike, zhvillimi i vizitave studimore nuk është realizuar, nuk ka publikuar asnjë dokument politik komisioni, nuk ka debatuar asnjë opsion, prezantimi 2-3 varianteve nuk ka ndodhur në asnjë moment dhe diskutimet për paketën ligjore nuk ka ndodhur, sikurse dhe kërkesa që do i dërgojë për mendim Këshillit Ministrave dhe Këshillit Konsultativ. Gjë që nuk është realizuar, por PS-ja nga pika 3 ka kaluar në një kapërcim pindaresk në pikën 16 dhe depozitoi ditën e fundit punës komisionit pa pasur autoritet tek komisioni një projekt final që e tham që ishte i paracaktuar dhe i parapërgatitur dhe ishte një projekt tërësisht politik. Ekspertët tanë punuan për raportin e vlerësimit, është ky raporti që unë e paraqes sot. Raporti i vlerësimit ishte baza nga doniste më pas edhe hartimi i raportit final të komisionit, mundësisht konsensual, por mund parashikosh që secila prej palëve mund paraqiste raportin e vet final. Në hapjet fjalës time unë përdora fjalën pothuajse final, sepse në fakt edhe raporti ynë nuk ka ndjekur hapat e punës së komisionit, por ka kompensuar punën e komisionit. Ne kemi ndërtuar me kohë një faqe web, ku kemi bërë një sondazh, kemi marrë mendimet e banorëve të zonave të caktuara, kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me përfaqësues të zonave, kemi marrë opinionet e tyre, në takime të ndryshme, deputetët tanë kanë qenë shpërndarë në zonat e tyre, drejtuesit politik gjithashtu, dhe kanë sjellë propozime reale konkrete nga terreni në raport me kërkesat për një ndarje të re territoriale. Sigurisht kjo nuk e kompenson punën e komisionit, as fare, këtë nuk mund ta pretendoj. Unë gjykoj dhe kërkoj që ky raport që është pothuajse final bëhet final dhe të vazhdoj të realizoj dëgjesat e tij me komunitetet sipas kërkesave. Kërkesat mund të jenë kërkesat që shtojnë numrin e bashkive, se ka ende kërkesa të tilla, sikurse ka ose mund të ketë kërkesa për bashkim të njësive bashkiake, ndërkohë që në monitor janë shfaqur lista e kërkesave, në fakt që janë kërkuar, aty duhet jetë dhe Policani, aty është edhe Fusharzi, aty janë dhe kërkesat e shumë komuniteteve tjera që sot janë zhgënjur nga harta që ka paraqitur Partia Socialiste në mënyrë unilaterale, pa u konsultuar dhe duke ndërprerë në mënyrë absurde gjithë komunikimin në Komisionin e Reformës për një temi argument i cili është relativ për arsye kohore. Ne kërkuam zgjatjen e afateve të komisionit, por nuk u pranua. Gjithsesi puna jon ka qenë reale, konkrete. Në analizën në raportin e vlerësimit u përcaktuan qartazi metodologjia dhe u vazhdu me pjesën e kritereve dhe me pjesën e parimeve. Për pasojat dhe rezultatet e 2014-s, këtu fol, unë nuk po përqendrohem, metodologjia është e tillë, bën vlerësimin dhe monitorimin e objektivave të ratëmishit, me rezultatet në praktik, duke evidentuar shkakun e problemit, pasojat për qytetarët, nxjerrjen e mësimeve, propozuam dhe kritere për reformën e 2026-s. Propozuam zgjidhje për këtë reformë dhe unë mendoj që ishte një metodologji efikase. Përcaktuam kriteret ashtu siç duhet realizuar një punë për të bërë një reformë besueshme për publikun, por edhe për atë çka e pret Shqipërinë në zhvillimet e saj 20 apo 30 vjeçare. Kriteret kryesore që përcaktuam ishin efikasiteti i administratës, qëndrueshmëria financiare, demokracia dhe përfaqësimi, zhvillimi ekonomik, aksesi i qytetarëve në shërbime. Dhe patjetër që kritere po kaq të rëndësishme konsideruan dhe demografin, identitetin historik, kohezionin social, mjedisin, inovacionin, integrimin evropian. Pas kritereve përcaktuam parimet. Parimet janë
shumë të qarta, parimi i balancimit të masisë së njësive vendore. Në vend të asimetrisë ekstreme, siç është raporti 1:290 midis Pustecis dhe Tiranës, ndarja e re vendos një interval marrëdhënie që siguron një raport logjik me referencat, me normat e OECD-s dhe modelet ballkanike, por dhe evropiane, duke shmangur polarizimin midis metropolit dhe vendbanimeve rurale. Parimi tjetër është parimi i optimizimit masisë funksionale. Njësitë e reja dimensionohen sipas kriterit masisë optimale për efikasitet administrativ dhe shërbimesh, jo më të nështruar ndaj kufive të vjetruar të censusit të 2011-s. Parimi tjetër është parimi i autonomisë fiskale dhe decentralizimit burimeve. Ndarja e re territoriale shoqërohet me transferim të autoritetit fiskal dhe të burimeve, jo vetëm të kompetencave, duke ulur kështu varësinë strukturore nga buxheti qendror dhe duke mbushur zbrastinë e përshkruar në analizat e Këshillit të Evropës. Parimi i ridimensionimit të hierarkive urbane, ndarja e re ndërtohet e balancuar ndërmjet hierarkive urbane dhe ndërton të tilla qendra urbane dhe qendra metropole, qendra të ndërmjetme rajonale dhe njësi bazike në vend të zbrastisë aktuale urbano-rurale. Parimi tjetër është parimi i kohezionit ekonomiko-territorial. Me ndarjen e re territoriale, njësitë e reja bashkojnë profilet ekonomike të përputhshme ose plotësuese, duke shmangur tensionet midis qendrave bregdetare urbane dhe vendbanimeve rurale malore të ndërvarura në mënyrë asimetrike me burimet fiskale dhe standardet e shërbimeve. Parimi tjetër, parimi i përfaqësimit demokratik balancuar. Dhe autoritetet sipas këtij parimi vendore duhet të jenë afër qytetarit, ndarja territoriale duhet të zbërthejë megabashkit në njësi më të vogla që ruajnë aftësinë vendimarrëse në nivel komunitar me përfaqësim real komuniteteve rurale dhe malore periferike. Pas parimeve u përcaktuan dhe 4 shtyllat e reformës së 2026-s. Propozimi ynë u ndërtua mbi 4 sisteme të pandashme, cilat në fakt funksionojnë si një arkitekturë e vetme e qeverisjes vendore. Sistemi territorial, organizimi bashkive dhe i nivelit 2 të qeverisjes mbi kritere objektive, funksionale dhe të qëndrueshme. Në fushën e organizimit territorial, qasja nuk u përqendrua fillimisht tek numri i bashkive, por tek modeli i organizimit dhe i funksionimit të tyre të funksioneve të territoreve të mëdha. Sistemi administrativ dhe funksional, ndarja e qartë e kompetencave, organizimi institucional dhe ofrimi efektiv i shërbimeve publike. Në fushën e qeverisjes, qëllimi ishte thellimi i procesit decentralizimit dhe përcaktimi më i qartë i kompetencave ndërmjet niveleve të qeverisjes. U synua ngritja një administrate më profesionale dhe më efikase, si dhe përmirësimi i përfaqësimit komuniteteve në vendimarrjen vendore. Gjithashtu u parashikua brenda raportit krijimi i një sistemi zgjedhor që do të forconte lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe bashkive duke rritur llogaridhënien dhe përfaqësimin demokratik. Sistemi financiar, decentralizim fiskal real, autonomi financiare dhe burimet mjaftueshme për ushtrimin e funksioneve vendore. Në fushën e financave, qëllimi është rritja autonomisë financiare të njësive të qeverisjes vendore dhe ulja varësisë tyre nga transfertat qeveritare. Synohet vendosja e një sistemi financimit bazuar në funksionet dhe përgjegjësitë e tyre duke garantuar një lidhje më drejtë ndërmjet kompetencave dhe burimeve financiare. Gjithashtu parashikua hartimi i një formule të re të barazimit financiar për të siguruar një shpërndarje më të ekuilibruar të fondeve dhe për të reduktuar pabarazit ndërmjet njësive vendore. Dhe 4 sistemi zgjedhor dhe i përfaqësimit, forcimi i demokracisë vendore, synon forcimin e demokracisë vendore ky sistem, rritjen e përfaqësimit të komuniteteve dhe afërsinë e vendimarrjes me qytetarët. Në të njëjtën kohë u shqyrtua alternativa për përmirësimin e sistemit zgjedhor vendor me synimin për të forcuar përfaqësimin demokratik dhe lidhjen ndërmjet qytetarëve dhe institucioneve vendore. Diskutimet dhe përfundimet u përqendruan në modele që do rrisin llogaridhënien dhe të zgjedhurve vendor që do garantonin përfaqësimin më të mirë të komuniteteve dhe do të mundsojnë pjesëmarrje më të gjerë të qytetarëve në proceset vendimarrëse lokale. 4 këto sisteme janë të ndërvarura, ndryshimi vetëm i njërës prej tyre sjell zhbalancim edhe të tjetrës, prandaj dhe rujtja e ekuilibrit ka qenë një nga
qëllimet dhe synimet e punës së ekspertëve tanë. Gjithashtu u përcaktua dhe u dakordësua që propozimet konkrete për organizim territorial paraqiten vetëm pas miratimit kritereve dhe metodologjisë përkatëse. Për çdo bashki të re të propozuar u parashikua hartimi një karte arsyetimi e mbështetur në analizat territorit, popullsisë, identitetit, potencialit ekonomik, kapaciteteve financiare, ofrimit shërbimeve, aksesit qytetarëve, përfaqësimit demokratik dhe të një raporti kosto-përfitim. Kjo qasje synon të garantoj që asnjë propozim territorial të mos paraqitet pa një vlerësim të plotë të fizibilitetit dhe qëndrueshmërisë së tij. Për ne, harta e re territoriale do të prezantohet në përfundim të procesit. Sigurisht ka një parakalim, sepse ky parakalim erdhi për shkak të mënyrës sjelljes së Partisë Socialiste, por në të gjithë punën e tij komisioni ka konsideruar të gjithë këte metodologji, kritere, parime dhe sisteme, të cilat në pas kanë produktuar dhe modelin që ne paraqisim sot. Ka pasur disa debate mbi disa modele. Modeli aktual që ka triumfuar mbështetet në një numër të caktuar bashkish, por qëllimi kryesor i reformës son nuk ka qenë numri i bashkive. Qëllimi kryesor, siç dhe unë e parashtrova, ka qenë ulja e largësisë së qytetarit nga pushteti vendor, rritja e përfaqësimit të tij, rivendosja e llogaridhënies dhe garantimi i zhvillimit të një trajtshëm ekonomik për të gjitha bashkitë. Ndryshe nga mënyra si e solli projektin Partia Socialiste, ne nisemi nga qytetari, nisemi nga decentralizimi dhe i kompetencave dhe ai financiar, për të arritur më pas tek harta që është produkti ynë i fundit. Partia Socialiste u nis nga harta për ta mbushur pastaj me të njëjtin fjalor, me të njëjtat parashtrime, cilat i ka përdorur dhe në 2014 dhe që dhanë këtë rezultat katastrofik që ne e prekim sot. Nuk kemi mjaftuar vetëm me këtë, edhe në nivelet dhe financiare dhe ligjore kemi përcaktuar ndërhyrje të domosdoshme, të cilat e bëjnë të zbatueshme dhe rezultative projektin që ne propozojmë. Në projektin ton ne synojmë rikthim të kompetencave, të funksioneve, të përgjegjësive të qeverisjes vendore, me theks prioritar tek decentralizimi, që është kryesori. Projekti i ri i Partisë Demokratike, veç hartës së re, synon një reformë të thellë institucionale, ku decentralizimi real realizohet përmes rikthimit të kompetencave, funksioneve, përgjegjësive dhe burimeve financiare tek njësitë e vetëqeverisjes vendore. Në këtë mënyrë kërkohet ndërtimi i një sistemi të qeverisjes vendore që respekton Kushtetutën, Kartën Europiane të Autonomisë Vendore dhe parimin e subsidiaritetit, duke garantuar shërbime publike më pranë qytetarëve, demokraci lokale më të fortë dhe zhvillim të qëndrueshëm të territorit. Fushat ku do rikthehen kompetencat janë përcaktuar: planifikim zhvillimi i territorit, furnizim me ujë, kanalizime, menaxhim i mbetjeve, rajonalizim, i cili është i domosdoshëm, ndoshta këtu është ajo kërkesa e BE-s, rajonet do të marrin kompetenca të reja në rast se vendoset një gjë e tillë në përfundim të procesit, pas dëgjesave me qytetarët, dhe do merren me zhvillim rajonal, fondet e BE-s, arsimin, shëndetësinë, menaxhimin rajonal të mbetjeve dhe koordinimin ndër bashkiak. Financat e vetëqeverisjes vendore janë shumë të rëndësishme, është folur shpesh për autonominë financiare, dhe PS-ja në fakt ka përdorur këtë si kal beteje për të argumentuar projektin e saj, ndërkohë që përgjatë këtyre 13 viteve ka qenë detyra e qeverisë që të garantonte këtë autonomi financiare nëpërmjet rrugëve që ajo i përcakton dhe i ka në dorë. Dhe konkretisht ne kemi propozuar për rritjen e kësaj autonomie dyfishimin e transfertës së pakushtëzuar, sepse kjo i jep autoritet financiar pushtetit vendor nga 1% në 2% të produktit bruto.
Dhe sigurisht do shihet mundësia e kalimit një profili caktuar taksash në favor të pushtetit vendor dhe është kërkuar dhe është parashikuar ngritja e fondit të solidaritetit ku bashkitë që nuk kanë mundësi të mbledhin të ardhurat e tyre vendore të mund të suportohen dhe të mbështeten nga ky fond, rolin e cilit mund ta luajë rajoni ose qarku. Dhe synojmë heqjen e kontrollit bashkive prej kryeministrisë mbi aktivitetin dhe transfertat e fondeve. Dhe ky kontroll i aktivitetit bashkive do të kryhet sipas kushtetutës vetëm prej kontrollit lart të shtetit dhe këshillave bashkiake, duke amenduar pikën 3 të nenit 13 të ligjit për vetë qeverisjen vendore. Kemi propozuar për këtë gjë ndryshime konkrete ligjore dhe to ndryshime prekin ligjin 139/2015 për vetë qeverisjen vendore, ku rishikohen dispozitat që kufizojnë autonominë vendore dhe rikthim kompetencave ekskluzive të bashkive, sikurse garantim ligjor i financimit të çdo funksioni të transferuar tek bashkitë dhe forcimi i rolit këshillave bashkiake dhe pjesëmarrjes qytetare. Më pas është me radhë ligji 115/2014 për ndarjen administrative territoriale, ligji 107/2014, ligji për financat e vetë qeverisjes vendore dhe sigurisht duke konsideruar dhe legjislacionin sektorial i cili ka ndërhyrë shpesh në ligjin organik të vetë qeverisjes vendore me iniciativa që shpesh i ka marrë Këshilli i Ministrave apo ministri të caktuara dhe kanë dëmtuar pjesën e autonomisë dhe i kanë rrëmbyer funksione dhe kompetenca pikërisht bashkive. Dhe në konkludim, unë patjetër që dua të paraqes hartën që ne propozojmë. Para se të kaloj tek harta, në monitor ma kaloj tek slajderi që ishte, është faqur një ndër pasojat më negative të ndarjes që propozon PS-ja. Në grafik shihet që ka një fluks ngjyrash nga jeshilja tek e kuqja. Ngjyra e jeshile tregon pikat më të afërta me qendrën, ndërsa ngjyra e kuqe vijat e kuqe tregojnë largësinë më të madhe nga qendra. Ndarja e re territoriale që ofron Partia Socialiste shumëfishon largësitë që qytetarët kanë nga qendra, ndërkohë që ka një standard të vendosur nga BE-ja që përcakton dhe thekson që largësia e një qytetari nga qendra duhet të jetë jo më shumë se 30 minuta në aksesimin e qendrës së bashkisë së tij. Me ndarjen e re, sidomos banorët e Fusharzit largohen nga Puka, banorët e Prenjasit largohen nga qendra e tyre në Prenjas në Librazh, banorët e Cerrikut, banorët e Libohovës, banorët e Gëlcyrës, banorët e Memaliajt dhe kjo distancë pastaj sjell ato pasojat cilat këtu transmetuan që kanë si konkludim dhe ikjen dhe shpopullimin e Shqipërisë. E solla këtë si pikë ballafaquese për ta ballafaquar pikërisht me projektin ton, i cili besoj nga dje që është shfaqur mediatikisht, ka tërhequr vëmendje. Më lejoni që ti lexoj bashkitë e propozuara sipas rajoneve dhe qarqeve, për të argumentuar në pas edhe rolin e rajoneve dhe të qarqeve brenda propozimit ton. Qarku Shkodër nga 5 bashki propozohet që të shkojnë në 8 bashki, me këto bashki materiali do shpërndahet, nuk po përqendrohen tek njësitë administrative. Bashkitë janë Shkodër, Malësi e Madhe, Vaudejës, Puk, Fusharës, Velipoj, Drivast, Koplik. Qarku Lesh nga 3 bashki kalon në 8 bashki, Lesh, Bregu i Matës, Zadrim, Mirdit, Orosh, Rubik, Kurbin, Mamuras. Qarku Kukës nga 3 kalon në 5 bashki, Kukës, Tropoj, Has, Shishtavec, Bicaj. Qarku Dibër nga 4 kalon në 8 bashki, Dibër, Mad, Bulqiz, Klos, Maqellar, Shupens, Kastriot dhe Lur.
qarku Durrës në 5 bashki, Durrës, Sukt, Shijak, Kruj, Fush Kruj. Qarku Tiran nga 5 bashki në 10 bashki, Tiran, Kamës, Vor, Kavaj, Rogozhin, Petrel, Kashar, Dajt, Arban dhe Ndroq. Qarku Elbasan nga 7 kalon në 9 bashki, Elbasan, Peqin, Belsh, Cerik, Gramsh, Librasht, Prenjas, Bradashesh, Shpat. Qarku Korç kalon nga 6 në 10 bashki, Korç, Maliq, Pogradec, Devol, Pustec, Ersek, Voskopoj, Pojan, Leskovik, Mokër. Qarku Fier nga 6 në 12 bashki, Fier, Patos, Roskovec, Lushnje, Divjak, Ardenic, Krutje, Dushk, Malakastër, Fratar, Levan dhe Cakran. Qarku Berat nga 5 bashki në 7, Dimal, Kuçov, Berat, Poliçan, Skrapar, Otlak, Shpirak. Qarku Vlor nga 7 në 11, Vlor, Selenic, Himar, Orikum, Amantia, Saran, Delvin, Finiq, Konispol, Ksamil, Novosel. Qarku Gjirokastër mbetet me 7, nga 7 që është aktualisht, Gjirokastër, Libov, Dropull, Memalia, Tepelen, Këlqyr, Përmet. Këto janë bashkit të listuara sipas tabelës dhe të paraqitura dhe në hartën që ne kemi përgatitur dhe është realizuar nga ekspertët tanë. Dhe për ta përmbyllur, unë dua t'i referohem procedurës, sepse mund të linë një pyetje, po ju keni një projekt, ndërkohë PS-ja ka një projekt. Nuk janë produktet komisionit, as njëra dhe as tjetra, pavarësisht se PD-ja është munduar të respektoj, si që unë e përsaktova, të gjithë rrjedhën e etapave të përcaktuara në projekt kalendar, sepse duhet ishte ky raport vlerësimi që të prodhonte raportin përfundimtar. PS-ja nuk e ka bërë një gjë të tillë, ne e kemi bërë, por gjithsesi, përderisa jemi në këtë pikë të punës së komisionit të dështuar me qëllim nga PS-ja, ne konsiderojmë që dhe propozimi ynë nuk është produkt i plot i komisionit, por ka vlerën e produktit të këtij komisioni për shkak të hapave të ndjekura, të sondazhimit publikut dhe të atyre që unë i parashtrova më përpara, ku theksova kontaktet që deputetët drejtuesit politik kanë pasur me zonat dhe me banorët për t'i marrë atyre mendimet. Duke qenë se kjo është një reformë shumë e rëndësishme. Kjo reformë nuk mund kaloj me vota në parlament, sepse do ishte një reformë tërësisht, siç ata e kanë bërë, fakt siç e kanë parapërgatitur, politike dhe nuk do t'i shërbente vendit. Parlamenti nuk ka autoritet pas përfundimit punës komisionit të shqyrtoj një produkt që i vjen nga një grup deputetësh, sepse nuk është çështje procedure, është çështje demokracie. Kjo nuk është thjesht se duam një procedurë. Produkti nuk ka autoritet moral, politik, parlamentar, kushtetues dhe nuk mund të kaloj në përmjet parlamentit. Çfarë ndodh? Kushtetuta jon parashikon referendumet. Karta Europiane Autonomisë Vendore parashikon referendum. Në 108 pika 2 e kushtetutës është kategorik. Kufijtë e tyre nuk mund të ndryshohen pa u marrë në parë mendimi i popullsisë që banon në to. Pra, dhe në rast bashkimi, dhe në rast ndarje, duhet marrë mendimi. Në Kuvendin e Shqipërisë merret nëpërmjet përfaqësuesve dhe komisioneve. Komisioni ka përfunduar dhe ngelet referendumi. Ndërkohë, neni 5 i kartës europiane përcakton më qartë. Ndryshimet në kufijtë e autoriteteve vendore nuk bëhen pa konsultim paraprak të komuniteteve vendore të prekura, mundësisht nëpërmjet referendumit, kur kjo lejohet nga ligji, dhe ligji jon e lejon një gjë të tillë. Pra, sfida jonë është shumë e thjeshtë. Ky është projekti jon. Ne vazhdojmë me dëgjesat. Çdo komunitet që ka vërejtje, që kërkon dhe ai të përfaqësohet në bazë të identitetit, parametrave kryesor, të zhvillimit ekonomik, të shërbimit, të largësisë apo afërsisë, mund sjellë kërkesë pranë komisionit ton në Partinë Demokratike, sikurse edhe komunitete që nuk duan të ndahen, do të thënë jemi të hapur në këtë pikë, por sfida më kryesore është
ftojmë politikën, majorancën, ftojmë dhe qytetarët të realizojmë referendumin. 2 projekte të hidhen në referendum dhe tjetë qytetari ai që vendos dhe që përcakton se cili është modeli që i shkon më afër interesit ti, që ofron shërbime, që ofron përfaqësim, që ofron llogaridhënie, që ofron zhvillim ekonomik, që ofron shërbim arsimor, shërbim shëndetësor, shërbim social në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Faleminderit. Pyetje? Po. Përshëndetje, Isa Myzyraj nga Report Televizion. Kam 2 pyetje në lidhje me reformën dhe 2 pyetje tjera për zotin Berisha politike. Zoti Boqi, pra ju po thoni që nuk do t'i drejtoni parlamentit me projekt propozim si që bëri Partia Socialiste, sepse nga ana ligjore Partia Socialiste ka paraqitur dje një nismë të një grupi deputetësh dhe kushtetuta dhe rregulloria e parlamentit e lejon një gjë të tillë për të kaluar në procedurë parlamentare. Karta Evropiane e vetë qeverisjes vendore nga ana tjetër thotë në mënyrë shumë të qartë që lejohet edhe ndryshimi i kufive me kushtin për të bërë konsultime reale. Për hir të së vërtetës, tani ti ke marrë pjesë, ju keni marrë pjesë në konsultime që janë bërë dhe ne kemi ndjekur në të gjithë rrethet e Shqipërisë. Ka mbetur patjetër Bashkia e Tiranës, por cila do të jetë çësia juaj, sepse duket sikur është e qartë që në referendum nuk do të shkojmë, por do të ndiqet një procedurë parlamentare. Faleminderit për pyetjet. Spari nuk është ligjore sjellja e një projekti për reformën territoriale nga një grup i caktuar deputetësh, qofshin këto dhe të majorancës. Po, deputetët e kanë të garantuar me kushtetutë dhe rregullore që mund të ndërmarrin nisma ligjore, por jo për reforma të tilla si reforma territoriale dhe që prek territorin. Territori preket me dakordsinë e palëve që përfaqësojnë popullin në parlament me dakordsi. Prandaj të gjitha këto reforma ka një rregull dhe të përcaktuar qarta si kalojnë nëpërmjet një komisioni bipartizan, komisioni të përbashkët që mundësisht kërkon produkt konsensual. Nuk është thjesht, thash edhe një herë, diçka që është çështje procedure apo dëshirë e ndërkombëtarëve. Përcakton vetë kushtetuta dhe rëndësia e reformës që ndërmerret. Dhe kjo është një arsye që nuk është ligjore, se mund duket si ligjore, por nuk është nismë kaq e thjeshtë për ndryshime ligjore. Po, pa pa ndërtuar komisionin, Partia Socialiste mund të sillte ndryshime ligjore që prekin kompetencat, funksionet, autonominë financiare, strukturën organizative. Është kompetencë e qeverisë të merret dhe me kompetencat, të merret dhe me strukturën organizative, por në momentin që preket territori, atëherë këtu qeveria nuk mund të ndërmarrë nisma ligjore, ajo vetë apo nëpërmjet përfaqësuesve të saj politik, por duhet një komision i përbashkët nga forcat politike parlamentare për të kaluar këtë moment. Dhe pse nuk është ligjor nga ana tjetër? Ti ke ngritur një komision dhe ke pretenduar që ky komision të ketë produkt. Dhe këtu parlamenti i ka marrë vendimet e tij dhe nuk mund të zhbëjë një vendim vetin për ta futur diçka përmbi këtë vendim. Është njësoj, zoti Myzyra, është njësoj që diçka që nuk e fut dot nga dera, ta fuzësh nga dritarja. Nuk mund të futet nga dritarja, sepse ky është komisioni nuk ka mbaruar, sepse komisioni ka kërkuar shtyrjen e afatit, komisioni nuk e ka përfunduar punën e tij, sepse ja ku është, e ka propozuar, ma nxjerri pak slajderin e projekt kalendarit, e ka propozuar vetë zoti Mazniku, zoti Myzyraj. Dhe ka një gjë, e kam paraqitur si sfidë. Unë dhe zoti Mazniku kemi kryer takime me faktorin ndërkombëtar dhe vetë zoti Mazniku ka premtuar, ka kërkuar që të dakordsohet shtyrja e afatit të punës së komisionit. Ku doli kjo nisma ligjore? Si doli? Abrakadabra, në çdo moment hajde të shpikim një mënyrë për të realizuar një qëllim. Po, ka ndodhur, po më ka ndodhur, është shkelmuar parlamenti. Nuk e them ndyshim për këtë gjë. Shkelmuar parlamenti. Po.
sepse ndryshe nga ju PS-ja duket sikur ka gjithmonë një kartë për të kaluar gjërat, por kam edhe dy pyetje tani për zotin Berisha për aktualitetin. Zoti Berisha, ditën e sotme Për aktualitetin? po. Konkretisht, se aktualiteti sot është univers. Jo, do të kaloj të konkretja. Ditën e sotme është liruar nga burgu Ilir Beqja. Ilir Beqja është liruar nga burgu. Po. Dhe keni një koment për këtë, dhe pyetja e dytë, ish zyrtarja e lartë e Partisë Demokratike, zëdhënësja e marrëdhënieve me sekretarja dhe antarja e kryesisë është emëruar nga kryeministri Rama në krye të Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Keni një koment për këtë se Komentet e mia janë këto. Lirimi i Ilir Beqjes është dëshmi e fundit flagrante e kontrollit të plot dhe total të sistemit të drejtësisë nga Edi Rama. Totalisht. Vetë akuza kundër tij ishte qesharake në raport me plaçkitin e 100 milion eurove. Mos harro se sterilizimi dhe iniciatori është Edi Rama, të themi të sinqertë, të themi kështu, të dilte në ekran me një gërshër të thyrë dhe një pincë të ndryshkur, se jam me çfarë operoheshin. Rriti 84% sipas ekspertëve çmimin e sterilizimit në Shqipëri. Natyrisht Ilir Beqja do dilte, sepse Ilir Beqja vjedhje të mëdha i bëri me Edi Ramën. Ilir Beqja do dilte se jo ma pak përgjegjëse ishte korba e Covidit. Ajo është një nga figurat më të urryera në historinë e këtij vendi. Përgjegjëse me qëndrimet e saj kriminale dhe të Edi Ramës për 20.000 vdekje shtesë nga Covidi. 20.000 vdekje shtesë. Jo ato të Covidit, po mbi Covidin. Do më thanë që Covidi në Shqipëri u zhvillue më rëndë se në çdo vend tjetër. Dhe pse? Fare të thjeshtë. Sepse Shqipëria edhe në kulmin e Covidit pati disponibel për qytetarët e saj as gjysmën e shtretërve që pati Kosova. Kosova kishte 1200 shtretër, Shqipëria kishte 500 shtretër. Prandaj dhe biles t'i kërkojnë të falur Beqjes se e mbajtën shumë. Na falo Beqjes të mbajtëm si shumë. Për sa i përket tjetrës, Isa, në një narkoshtet të bazuar në drogën, korrupsionin dhe vjedhjen, natyrisht opozita, korruptimi i opozitës, burgosja e opozitës, rënimi i opozitës është politikë kryesore e diktatorit Edi Rama. Në këtë kuadër, gjenden dhe individ që shiten dhe blihen sipas tregut të qeverisë, por i sigurt thjesht që opozita qëndron më vendosur dhe më pamposhtur se kur sot ndaj tij dhe e gatshme të bëj gjithçka për largimin e tij nga pushteti. Kjo pa asnjë dyshim. Por një njeri që bazon qeverisjen në akte të tilla tregon se sa primitiv është si njeri. Megjithatë, unë i përshëndes ata socialistë që dogjen dokumentat e partisë krimit dje. Ata provojnë që s'kan lidhje me krimin.
u distancuar. Edi Rama mbahet në çdo lloj përpiqje, në çdo variant, por në fakt është absolutisht i pashpres. Është një kufom e pakallur, do kallet politikisht. Mundën? Përshëndetje, Indrit Marakova, 2 CNN. Doja ta nisja nga ajo që tha zoti Boçi pak më parë. Ftojmë mazhorancën ta hedhim në referendum. Pse ftojmë mazhorancën dhe nuk e kërkoni ju, zoti Boçi, për shembull? Një referendum. Po sepse ne jemi duke e kërkuar referendumin dhe sigurisht që ne do e kërkojmë, por përballë duhet dhe sfidanti apo jo në një referendum. Pra duhet dhe projekti i tyre të kalojë nëpërmjet referendumit. Në këtë rast, duke qenë se majoranca ka djegur procedurat parlamentare, demokratike, nuk ka rrugë zgjidhje tjetër, sepse edhe në raportin e tyre e pranojnë që komisioni nuk ka funksionuar. Edhe në mënyrën se si e sollën projektin e tyre nëpërmjet një propozimi nga deputetët, e kanë pranuar de facto që komisioni nuk ka produkt. Dhe produkti i sjellë në parlament është produkt i një anshëm unilateral politik dhe nuk mund të marrë certifikim nga votat e vetëm një pjesë të deputetëve. Nuk është konsensual, nuk është produkti i një komisioni dhe nuk ka tagër politik, moral, parlamentar që të kaloj. Është referendumi ai që duhet vendos cila është vlera e 2 propozimeve që qëndrojnë përballë njëra tjetrës, sepse kundërshtojnë njëra tjetrën. Ne jemi për rritjen e numrit bashkive me argumenta, tash është konkluzion që del nga një analizë reale, konkrete, jo produkt harte dhe mpas analiza, ndërsa produkti i PS-s ka ndjekur rrugën e kundërt. Sikurse në 2014 kanë prodhuar një hartë dhe do e mbushin tani me të njëjtin fjalor, me funksione, me autonomi financiare, me element tjerë, për t'i mbushur mendjen vetes dhe të tyrve që është një produkt që ja vlen, fakt nuk ja vlen. Më i saktë unë do isha që ai produkt fare s'duhet paraqitet, fare në referendum për atë çka synon dhe në mënyrën se si është paraqitur dhe në mënyrën si është argumentuar. Ky është mendimi im personal.